Muzika, argëtim tradit, punime artizanale dhe produkte vendase, Orikumi ka qenë sërish këtë sezon turistik epiqendra një panajiri të tillë, me synim që kjo veprimtari të kthehet në një traditë të përditshme. 10 qytetar pushues vendas dhe turistë të huaj morën pjesë në një mbrëmje festive në qytetin e Orikumit, ku prezantuan produkte dhe shije tradicionale të zonës, të shoqëruara me humor dhe muzikë shqiptare. Në skenë u ngjitën artistët Ludmila Baballoku, Viktor Tahiraj dhe Irini Qiriako, ndërsa atmosferës festive ju bashkuan dhe parodistët e Vlorës. Ungri buka, ungri speci, ungri tel de castravesi. Në hirta për me i, se ndërmen ka smu, se din që edhe kokër ti e le për mu. Majta zgata salatatin kur du me t'jindu. Mose mojtë nëzorin në opi jo, mose mojtë nëzorin në opi jo, nëzorin në misëmbra oqa. Për banorët e Orikumit, të cilët prezantuan produktet dhe punimet e tyre, panajire të tilla ndikojnë pozitivisht në promovimin e traditave dhe vlerave të zonës. Ata shprehen se aktivitetet të tilla duhet të jenë edhe më të shpeshta. Emision punimet e bukura, si të preferohen nga të rinjtë, se u largua brezat dhe s'kanë qëtë. Sill likora dhe qelna të ndryshme dhe marinat ushqim. Të mira janë, edhe demonstrojmë prodhimet tona që bëj vetë. Puna aty është në zduan vetë punat, pasaj po prova unë, kush do truaj ty moj? Themi ti demonstrojmë këtu, për para gjithve. Kjo është puna jonë, mundimi i gjithë kohës. Ashtu, hë? Që ne vazhdojmë punojmë. Tërse janë, biles të bëhen akoma më shpesh, jo njëri. Ne kemi sjellë pulet që janë tradicioni i fshatit ton, ose qyteti turistik tonin. Dhe këtu i panajir tregon shumë për kulturën tonë, tradicionin tona, që nga veshjet, që nga ushqimet dhe çdo gjë që bëjnë duart tona. Interesimi i qytetarëve dhe pushuesve nuk ka munguar, ndërsa festa ka vijuar gjatë gjithë mbrëmjes. Një panajir ku mbi të gjitha mbetet në fokus promovimi i vlerave, traditave, produkteve dhe kulturës vendase.